Në ndërtesën që ndodhet tani, ndodhet shkolla kurrikulore, liceu kurrikulor, I cili është themeluar nga kryepeshkopi Anastas në vitin 1998, ka filluar punimet e tij konkretisht në 14 shtator të vitit 1998. Ndërtesat janë blerë nga kryepeshkopi gjatë viteve 1995 deri në vitin 1998, që është blerë ndërtesa e fundit, e cila ndërtesë është rikonstruktuar plotësisht, madje disa pjesë dhe janë ndërtuar që nga fillimi nga kryepeshkopi. Mësimet, siç e thash mësi përfilluan në 14 shtator, duke u bazuar kryesisht në programin e gjimnazit që është përcaktuar nga shteti shqiptar, pra duke ndjekur kurrikulën e gjimnazit të përgjithshëm dhe duke I shtuar kësaj kurrikuli lëndë fetare me qëllim që të plotësohet edhe qëllimi që ka shkolla, që është edukimi I të rinjve të krishterë, jo vetëm në arsimin e përgjithshëm të gjimnazit, por duke ju dhënë dhe një edukim të krishterë dhe për të plotësuar dhe karakterin e shkollës si shkollë kishtare. Kështu I filloi punimet liceu kishtar. Nxënësit e parë që janë regjistruar këtu kanë qenë rreth 40 nxënës, që të gjithë bursant të kryepeshkopit me bursë të plot, me drejtor të parë të shkollës Atë Nikifor Mikra Jananitin dhe një grup mësuesësh të përzgjedhur edhe këtu nga qyteti I Gjirokastrës, por edhe ndonjë pjesë e tyre të ardhur nga Greqia që të ndihmonin posaçmërisht për fillimin e punës së liceut kishtar. 20 viteve që funksionon shkolla, po bëjmë 20, për futem vitin e 22 në fakt tani, nga shkolla kanë dalë më shumë se 240 nxënës, kanë përfunduar studimet e tyre fillimisht me ciklin 4 vjeçar të gjimnazit dhe pastaj me ciklin 3 vjeçar. Nga këtu më shumë se 150 nxënës që kanë përfunduar studimet në shkollën tonë kanë arritur të marrin diplomën e shkollës së lartë, pra I kanë përfunduar studimet universitare. Një pjesë e tyre kanë arritur të studiojnë edhe teologji dhe madje të punojnë dhe të kontribuojnë brenda kishës. Janë rreth 25-26 persona tani, të cilët kanë mbaruar shkollën tonë dhe sot që po flasin punojnë, japin kontributën e tyre në veprën e kishës. Gjithashtu kemi patur faktin që nga këtu të kenë dalë edhe 5 klerik, të cilët sot I shërbejnë kishës ortodokse, disa prej tyre në metropolinë e Gjirokastrës, në metropolinë e Tiranës e kështu me radhë. Gjithashtu shkolla çdo vit merr pjesë në aktivitete të ndryshme, qoftë në olimpiadat që organizohen. Kemi patur rastin në disa herë disa prej nxënësve tanë të arrin deri dhe në fazën përfundimtare që kryhet këtu brenda Shqipërisë dhe të zonë vende të mira, si në letërsi dhe në matematik edhe në fizik. Nxënës që kanë dalë nga këtu kanë patur arritje shumë të mira dhe në universitet, duke një pjesë e tyre sot që po flasim, po bëjnë studime mbas universitare, master, doktoratura dhe prej tyre janë edhe pedagog në universitete të ndryshme shtetërore apo private. Ndikimi I shkollës nuk kufizohet vetëm brenda metropolisë, ndikimi I shkollës është në gjithë kishën e Shqipërisë, pasi nxënës që kanë dalë nga këtu kanë mundur të shkojnë nëpër qytetet e tyre, nëpër metropolitë e tyre dhe të kontribuojnë aty në fusha të ndryshme. Sot në metropolinë e Beratit, në metropolinë e Gjirokastrës, në metropolinë e Tiranës, në metropolinë e Elbasanit, kemi kuadro të cilët kanë përfunduar studimet në këtë shkollë, katekist, apo edhe në klerik, apo edhe në vende të tjera ku kisha ka nevojë. Gjithashtu, por jo vetëm pasi mbarojnë studimet, por edhe para se të mbarojnë studimet, nxënësit tanë kur shkojnë në fshatrat e tyre, në qytetet e tyre, në provinciat e tyre,
Aty ndihmojnë klerikët për të kryer shërbesa të shenjta, për të kryer liturgjinë minore, duke psalur apo duke ndihmuar edhe brenda në hierore. Gjithashtu, nxënësit tanë ndihmojnë edhe në katekizmin që kryhet këtu në Mitropolinë e Gjirokastrës, duke ndihmuar, duke funksionuar në disa raste si ndihmës katekist, por edhe kur është e nevojshme ata shkojnë edhe kryejnë mësimin e katekizmit vetë në temorit që ekziston nevoja për të katekizuar fëmijët e krishterë. Fillimet e veta shkolla ka dhënë një kontribut të veçantë duke ju dhënë mundësi nxënësve që nga periferia, nga fshatra, nga zona të larta që nuk kishin mundësinë të studionin, që të arrinin të përfundonin në shkollën e mesme. Një prej tyre jam edhe unë. Duke qenë se jam nga një fshat ku nuk ka ekzistuar shkolla e mesme, mua më dha mundësia që të studioja në këtë shkollë dhe të arri aty që jam sot, të bëhem mësues edhe drejtor i këtij institucioni. Pa ekzistuar kjo shkollë, një pjesë e madhe e nxënësve nga zona të larta, sidomos në Mitropolinë e Gjirokastrës, në zona siç është Zagoria, apo dhe në zona të larta të Përmetit apo dhe të Sarandës, nuk do të kishin mundësinë që të studionin. Pra, kontributi në këtë drejtim është shumë i madh dhe i pazëndësueshëm, mund të themi. Shkolla e para e veçantë që ka është se është një shkollë unike për sa i përket profilit që ka, është një shkollë e mesme kishtare. Gjë që do të thotë nxënësit që vinë këtu tek ne, përveç arsimimit që marrin të bazuar në kurrikulun që ka ministri, ata mund të marrin një edukim të krishterë. Në një farë mënyre u hapen atyre horizonte edhe më tepër nga ato që mund të hapen në një shkollë të mesme. Mësojnë përreth besimit të krishterë, arrin që të thellohen deri diku, pasi lëndët që bëjmë ne janë të mjaftueshme edhe për të njohur me besimin, por edhe për të thelluar. U jepen me pak fjalë bazat për të vazhduar qoftë studimet në drejtimin e teologjisë, po themi, në një shkollë teologjie, por qoftë edhe për të bërë klerik. Përveç asaj, shkolla ofron konviktin që u jep, siç është edhe më parë, mundësinë nxënësve që vinë nga zona të larta të kenë të sigurt në vendin ku do të qëndrojnë dhe ku do të ushqejnë, për të gjitha këto përkujdeset kryepeshkopi që çdo nevojë që ka nxënësi të mbulohet 100%. Nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kësaj. Siç e thash edhe më parë, shkolla ndjek kurrikulum bazë të gjimnazit, pra nxënësit që vinë këtu te ne i bëjnë të gjitha lëndët që bëjnë në një gjimnaz të përgjithshëm, plus kësaj kemi edhe kurrikulun kishtare, pra kurrikulun që shton, plotëson, mund të themi, në drejtimin e edukimit të krishterë. Nxënësit kur vinë këtu që në vitin e parë, bëjnë katekizëm, hyrje në shkrimin e shenjtë, jetë shenjtorësh, duke vazhduar pasaj njëje me historinë e kishës, thellohen më tepër në studimin e shkrimit të shenjtë dhe të ëtërve, dhe gjithashtu ne në vit të tretë i njohim ata edhe me besimet e tjera përveç besimit të krishterëve, duke ju bërë një lëndë që quhet fet e botës. Përsa shkolla ka mësues specialist, siç e thotë dhe ligji, në të gjitha lëndët që ka këtu. Qoftë ato që i përkasin kurrikulës shtetërore, qoftë lëndët e tjera që ka shtesë shkolla tonë. Shkolla funksionon në bazë të një VKM-je të vitit 1998, pra me firmë të kryeministrit atëhershëm Pandeli Majkos dhe të ministrit Ethem Ruka, funksionon shkolla që në vitin 1998. Pastaj gjatë viteve, përsa i përket programit, ai ka ndryshuar sipas kurrikulës. Në fillim kemi kurrikulën 4 vjeçare të gjimnazit, ndërsa në vazhdim ndryshuam dhe po ndjekim kurrikulën 3 vjeçare dhe çdo ndryshim që bëhet në kurrikulën shtetërore ne e ndjekim atë me përpikmëri, duke përshtatur patjetër edhe lëndët që kemi ne plus.
Gjatë këtyre viteve të shumt janë mësuesët që ka dhënë një kontribut të veçantë në shkollën tonë, duke filluar nga drejtori I parë I saj, atë Nikifor Mikrajananiti, I cili shërbeu këtu për 5 vjet dhe kishte përgjegjësinë e përgjithshme mbi shkollën dhe mbi konviktin. E kanë në veçanti e kanë ndihmuar atë zoti Vasil Kucoj, I cili ka qenë në vitet e para edhe në drejtori I shkollës. Në vazhdim pastaj zoti Piro Kondili, pas largimit të atë Nikifori, mori përsipër drejtimin e shkollës dhe për një farë kohë kishte ai përgjegjësinë për drejtimin e shkollës. Në vazhdim mund të kujtoj zotin Athanas Bej, I cili për 12 vite rresht ka qenë drejtues I kësaj shkolle, duke mbajtur mbi supet e veta peshën për organizimin dhe mbarvajtjen e shkollës. Gjithashtu mund të kujtoj atë Joan Merkurin, I cili ka ndihmuar në mbarvajtjen e konviktit, atë Lefterius Balakos, I cili ka qenë vitet e fundit përgjegjës për konviktin, edhe mësues të tjerë siç është profesor Odise Çerkezi, I cili është që në ditën e parë që hapur shkolla dhe vazhdon akoma dhe sot jep kontributin e tij në lëndën e gjuhës dhe të letërsisë. Zonja Froso Tako, e cila është sekretare e shkollës që në vitin 1998 dhe ka një kontribut të veçantë në shkollën tonë, por nuk mund të harroj kontributin e metropolitit të Gjirokastrit, zotit Demitër, I cili është që ditën e parë që hapur shkolla deri më sot, çdo ditë përkujdeset për secilin nga fëmijët dhe për mbarvajtjen e shkollës. Patjetër, ajo që është edhe vetkuptueshme është kontributi I fortpluturisë të tij kryepeshkopit Anasas, I cili e bën dhe të mundur ekzistencën e kësaj shkolle, sepse nëse nuk do të ishte ai, të themi të vërtetën, nuk do të mund të ekzistonte kjo shkollë, nuk do të mund të funksiononte pasi ai siguron gjithçka që nga ana materiale, por edhe tek ajo shpirtërore për funksionimin e kësaj shkolle. Pa frikë, do të thoja prindërve të fëmijëve anë mban Shqipërisë, që të sjellin fëmijët në shkollën tonë, sepse edukimi që marrin këtu është I gjithanshëm, e thash edhe për ripërsërit. Njohja me besimin e krishterë u hap atyre një dritare më tepër. Nxënësit që vinë këtu, përveç kurrikulës bazë, përveç mësimit të gjuhëve, 2 gjuhëve të huaja, anglisht dhe gjuhës greke, ne kemi mundësinë që të ofrojmë atyre njësimin e gjuhës greke, njësimin e njohurive në informatik, njësimin e gjuhës angleze dhe të japim mundësinë që të studiojnë edhe në shkolla të tjera, përveç atyre që kanë mundësinë të studiojnë nxënësit që mbarojnë shkollat e tjera të mesme, për shembull siç është të shkojnë në Akademinë Teologjike apo në Universitetin Logos me bursa të kryepeshkopit Anastas. Pra, është një rast shumë I mirë për nxënësit që mbarojnë shkollën e mesme të vinë dhe të studiojnë në shkollën tonë. Ju falenderoj edhe juve që na dhat mundësinë që të prezantojmë shkollën tonë dhe të themi 2 fjalë për rreth ecurisë së saj, arritjeve të saj. Doja të falenderoja në veçanti kryepeshkopin Anastas për mundësinë që na ka dhënë dhe që u jep çdo ditë nxënësve tanë që të studiojnë dhe të mund të ecin dhe përparojnë në shoqëri, për mundësinë që jep shoqërisë këtu që të ketë një shkollë të tillë dhe prindërve të Mitropolisë dhe të prindërve anë mban Shqipërisë që të mund të dërgojnë fëmijët e tyre në një shkollë si kjo dhe patjetër lavdi Perëndis për të gjitha.